Tani është ora 6 pasdite dhe neve do bëhemi gati së bashku për të dalë për dark. Vetëm se do shkojmë e dim, kështu që edhe outfitin e dim, praktikisht kemi për bërë skincare, make-up dhe flok. Si outfit po mendoj këtë dhe poshtë ose ta vesh me New Balance e zeza nëse këmbët nuk më dhëmbin, ose me Crocs. Nga një anë po mendoj këto që i kam marrë në Shein, por nuk po më vajbërojnë. Praktikisht po mendoj t'i vishes si shapkë, por no. Laga pak fytyrën me një nga sprayt e mi për të heq pa pasërtitë e ditës, pastaj të ribëj një skincare të vogël dhe të vazhdoj me make-up. Tani do aplikojmë tonerin, syt nuk do t'i prek sepse praktikisht kam qerpik dhe synimi i vënë qerpikëve ishte që mos lyesha. Si krem hidratues, bazë apo çdo gjë do vendos këtë të Dermedic, një krem nate. Ky kremi ka filluar më pëlqen shumë kohët e fundit dhe është super nice, ndërsa tek pjesa flokëve nuk di fare ç'të të bëj sepse kaçorat ondet e mia nuk janë në gjendjen më perfekte. Për vetullat do përdor një gel të Anastasia Beverly Hills. Për mbulimin e fytyrës do përdor këtë të tartë Shape Tape-in Shady Radiant. Është ngjyra më perfekte dhe më e përshtatshme me lëkurën time që mund të kem pas ndonjëherë. Tani vazhdojmë me konturin. Këtë kam 500 vjet që e kam ble, po është perfekt dhe nuk e harxoj sepse ka shumë pigment. Kaq duhet sepse ndryshe bësh super e zezë. Pjesën e ballit ma ka konturu dielli, shqyrëzohet, që s'kemi nevojë. Më duhet të djeg edhe 61 kalori që të përmbush hapat e ditës, fun fact ky. Pjesën e konturit e mbaruam kalojmë te gjërat pudër ose pluhur, se di si i thoni. Një gjë që më mungon në koleksionin tim të make-upit është pudra kompakte apo çdo lloj pudre. Nëse për blush kemi këtë nga Tarte. Ky ka dhe xiza, kështu që unë për highlighter s'kam nevojë. Darkën do ta ham tek Blua Fish Restaurant, veni më i mirë për crudo nga të gjitha restorantet që kemi shku dhe për sushi. Do përdorim këtë nga Wet n Wild. Me këtë të Kikos do lyj qerpikët e poshtë. Për definim edhe volum është Perlatik. Është rradha lip combos. Nuk do të bëj një gjë shumë të errët, kështu që do përdorim pink. Tashi unë make-upin edhe flokët si bëra si gjë kishit marrë mirë shqyr zotit, i kam në rregull. Tani do bëj vetëm buzët, provova likome të ndryshme dhe asgjë s'mërritet mirë sepse e rozta s'më shkon. Tani jemi fiks për të dalë. Për parfum do përdor një dhuratë që mora sot. Këtë e mora sot nga një person që e dua shumë dhe që e kam shumë për zemër, Latafa Yara. Kjo ishte videoja për sot, shpresoj të ketë pëlqyer. Ju poth.